Ky është akti më i rënd, më kriminal, më poshtrues ndaj qytetarëve shqiptar që Edi Rama guxon të marrë. Me këtë akt të pashembull në historinë e botës, Edi Rama u thot shqiptarëve se personalisht ai dhe organizata e tij kriminale, ministra, qëndrojnë mbi ligjin, qëndrojnë mbi çdo gjë tjetër në këtë vend dhe nuk mund të hetohen. Do u vjedhim, ju kemi vjedhur, ju vjedhim dhe do u vjedhim. Ky është morali e vërteta e këtij amandamenti që ata paraqesin sot, dhe kjo është goditja më e rëndë që u bëjnë ata aspiratave të qytetarëve shqiptar. Kjo është goditja më e rëndë që i bëjnë ata shtetit ligjor, që i bëjnë. Është mbrojtja më e fuqishme ndaj sistemit të korrupsionit që ka vendosur.